unë e kam shikuar atë, më kujtohet që e kam parë, zotin tha që kam shikuar, sepse ishte zëdhënës, ishte i pastër, i veshur mirë, ishte duke më perëndimor se të tjerë, nuk duke se kishte qenë në pyll duke luftuar një vit rresht ose 2 vit rresht. Dhe ishte qartë se nuk ishte përgjegjës aty, nuk komandonte aty. Përgjigje, ai ishte aty, ai ishte njëri prej personave që njihja më mirë, unë nuk kisha takuar më parë me Qekun, por nuk mund të merresha me këtë çështje përmes Thaçit, nuk ishte ai përgjegjës aty. Kuptova se ishte një organizatë në nivel rudimentar e thjesht akoma, njerëzit mendoj unë, nuk ishte pra një organizatë, një ushtri e organizuar, nuk ishte që kolonel mund të jepin urdhra kapitenëve dhe kapiten të jepin urdhra pastaj togerëve. Këta ishin grupe luftëtarësh të organizuar në nivel rajonal apo lokal, të cilët ishin grumbulluar, mbledhur së bashku për të mbrojtur komunitetin e tyre, bashkitë e tyre. Dhe dikush nga jashtë po përpiqej të ndihmonte ata që të merrnin armë, dikush ju jepte ndoshta atyre edhe stërvitje, ju bënte stërvitje, por nuk ka qenë diçka që ka funksionuar së bashku. Pra me sa supozimi im apo përshtypja ime ishte që pas si u fut NATO-ja aty, këta persona në fakt u takuan me njëri tjetrin, biseduan, dhe nuk kishte ndonjë nënshtrim apo respektim ndaj ndonjë autoriteti të caktuar. Ta njerëz ishin akoma thoni, unë kam bërë pjesën time, kam rrezikuar jetën time, nuk të lejoj ty që të më thuash të bëj këtë apo të bëj atë, pra nuk jam në dieni të ndonjë përplasje midis paraushtarakëve serb dhe UÇK-s, por jam dieni se ka patur një seri përplasësh apo gjatë kësaj periudhe. Nuk kam menduar asnjëherë që ka qenë UÇK-ja. UÇK-ja thuaj se nuk mishte pjesë e kësaj, por ideja që kishte shumë presion nga të dy anët që të përpiqeshin të nxjerrin të largonin shqiptarët nga pjesa e veriut e lumit Ibër.